Ëndra u bë realitet për Gjestin, i cili pas 120 ditësh përvojash të paharrueshme në shtëpinë e Big Brother, ka arritur të shijojë triumfin, duke fituar çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Edicioni i 4 ishte një spektakël i vërtet, me ngjarje të papritura dhe emocione të forta që mbushnin çdo epizod. Me përballje, debate dhe miqësi, ky vetë na ofroi një shfaqje të jashtëzakonshme që mbajti të gjithë në vëzhgim. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Gjesti pas triumfit u shpreh: "Faleminderit të gjithë shqiptarëve, anë mban botës. Besoj e kam merituar. Faleminderit Zotit, familjes, publikut, u kry çdo sen." Një fitore që pasqyron jo vetëm aftësitë e tij në lojë, por edhe lidhjet emocionale që krijoi me publikun. Me këtë fitore, Gjesti jo vetëm që ka fituar çmimin, por gjithashtu është bërë një frymëzim për shumë të rinj që ndjekin programin. Gjesti tregoi se me punë të palodhur dhe vendosmëri, çdo gjë është e mundur. Fitoria e Gjestit hap një kapitull të ri jo vetëm për të, por edhe për të gjithë ata që e ndoqën dhe votuan për të.